në një urtë të vogël, ku aty ka ndajt 7 ditë. Pa hangër, si duket vetëm ujë nëse ka kalu një përock rreth asaj ure, ka ardhë nuk mund të as t'i dilte zani. A mund është më na kujtu pak prej momenteve që keni jetu bashkë me to? Çfarë ëndrash ka pas, çfarë planesh ka pas ai për jetën e tij, familjen? Për familjen, shkollimin, që t'jem një familje gjithmonë me dasht edhe vendin, edhe shkollën. Prioritet. Çfarë plane ka pas ai për veti? Planin nuk e kujtoj shumë une, se im ka 15 vjeqe, nuk e kujtoj shumë për atë pjesë. Mund të na tregu pak më për momentin e zhdukjes, kur ka ndodhur, qysh ka ndodhur? Çfarë periudhë kohe ka qenë ajo? Ka qenë e tensionume, bombardime? Po, ka qenë shumë kohë e tensionume. Fillimisht më kujtohet si fëmijë me atë vrapin e madh të panikut edhe të frikës madhe po shpëtojmë të vrapu nga malet e Aqareves, të u shprëngull, se fillun lloj breshëri plumbash, granata të hedh, të shtëpit filluan fshatrat për rreth të digjen shtëpit të gjitha, edhe aty na kemi vazhduar për në malin e Aqareves me gjithë turmën. Ai është kthyer, kur i ka pa shtëpi duke u djegur, mi shpëtuar lopët të cilet kanë qenë brenda. Edhe aty ka fillu aty si duket nuk ka arrit me dal nga fshati, se forcat serbe vetëm janë stacionu në fshatin Ujmir, edhe ai ka mbet në një urë të Hekurullës, në një urë të vogël, ku aty ka ndajt 7 ditë. Pa hangër, si duket vetëm ujë nëse ka kalu një përock rreth asaj ure, edhe mandej me vështërsi, pas 7 dite nuk e kemi ditë ku qëndron, ku është, a është i gjallë a i vdikur. Edhe ka ardhë aty ku kemi nejt në malet e Aqareves, ka ardhë nuk mund të as t'i dilte zani. I dopsuar, i raskapitur, edhe po me kalimin e kohës e mori vitën. Na kemi vazhduar të qëndrojmë në malet mes Obrizë dhe Aqareves, na kemi lëvizur në për ato male për strehime sa ma të sigurta. Mandej kemi qëndruar aty, në malet e Aqareves, në tunel, aty strehoshëm, kur fillojshëm bombardimet, aty strehoshëm mënyrat më të sigurta që i kishim. Bili me kujtohet si e vogël, ne kemi nejt në ato shinat e Hekurullës, aty kemi flejt këtë kohën, nuk ishim shumë roba, batanie, edhe ata guralisat e vogël pak tarpër, i mushëm ato kisët thast me dushkun e malit, edhe e bëshim shtrat kemi flejt. Ajo ishte shumë e mirë, okej, veç me pas atë qetësinë, por kur fillojshin si fëmijë e ngjisha një farë dridhërime në këtë trupin, edhe për një moment u shtangojsh edhe s'kishe kur farë ndjenje, veç frikë. Frikën, ndjenjen më të madhe, frikën e ndjishe në ato momente dhe u përhumbshe.